I pari me të cilin ka dhe xhenemi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri i cili ka mësuar Kur'anin për veti dhe ka mësuar tjerëve. O djetari Hafizi, i pari me ta e ka Zoti i xhenemit. Po çish ai i pari po? E ku e ka të kestin ai? A pse ka mësuar Kur'ana? Jo, pse ka mësuar Kur'an. Po pse s'ka mësuar për Allah? Për veti e ka bo. Për hir të vetit. Dhe kjo shumë e vështirë. Dhe për e ka kallëzuar këtë hadith e Buhari dhe ka rrot fikt. I ka rrot fikt se ka thonë unë jam potencial me hinë xhenem i pari. I dyti, cili i dyti? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai i cili ka parë dhe jep, mashallah, njerëz thonë mashallah, vallahi Allah ja dhash begatit jashtu pse se po na animon. Edhe Allahu e nxjerr ditën e Kiamit thotë ti i xhimert apo ke dunjat ka thonë i xhimert po. Edhe ai thotë pse i ki bo? Allahu thotë pse i ki bo? Po për ti o Allah, për ti. Do të mos rrej se për veti i bo. I ki bo me thonë shumë i xhimerta, shumë bujara. I treti cili o të ndërrum gjebat, ai i cili ka mor shpatën lufton rrugt Allahu xhel xhelalu, edhe vdes, edhe Allahu e ringjall dhe e pyet ti pse luftove? Thot por i tonë o Zot, jure kit gjak vdiça për ti. Të ndërrum gjemat, hajde menoje tash, gjithë këto vepra trana janë ba. Njani imrin ja ka kushtu ilmit, njani imrin ja ka kushtu të dhanë fukarave, tjetri shpirtin e vetë ka dhanë, ditën e Kiametit një jetë ja u prishket. Një jetë ja u prishket.